Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku të dashur miq me super Julka Gramon, e cila çdo mëngjes në top na gatuan, na tregon receta, bën intervista sepse misioni është shumë i bukur. Julka Çameti shef se për të gatuar s'besoj. Jo, dhe impenjohet ajo. Tani unë të kam parë Julka. Nuk e di se çfarë ke parë ti Ariola, por gjërat kanë ndryshuar shumë, duhet të kesh shumë kohë na parë. Ua, po unë sa të shkruaj ta ke grupi joni përbashkët me Julka sa bukur me Albanin. Çfarë bëni kështu? Unë do ta marrim çka Albanin me çfarë fjala? Pse? Po kot, ta fusim muhabet. Marrim në emision nëse do, po jam asociat muhabetun atë. Se je xheloz, shife Julka ç'a bë se thon për ne gratë. Është bërë shumë i bukur, madje do ta përshëndesim, po një nga ditët do ta marrim. Ta ftojmë kështu publikisht. Hajde ta ftojmë se si bëhesh. Hajde ta ftojmë që mos ketë mundësi të thotë jo. Albani. Ja, se kemi Regjina, se kemi Regjina ashtu, na marrim në telefon. Se do marrësh me vërtet? Ta marrim? Hajde ta marrim njëra Albanin. Hajde, kush ta marrim? Ja, merret në telefon. Po se ty ta hap më kollaj se ai si autor programi, si autor programi, si bashkëautor. Zoti i madh. Sa ku ke pa marrë telefon Albanin kështu? Jo, në fakt folëm dje se lam diçka për një xhirim që duhet bëni. Dhe më tha të lutem mos e zër këtë ditën se kem për të bërë një xhirim. Okej. Ti Albani do t'i thuash që Arioni e pret në program. Po, Alban përshëndetje, thoj po. Se kemi hall që të mbyllim javën tjetër. Po pra, ti kemi ca të ftuar, po. Dhe Julka po e merr në telefon. O zemër, ç'a po bën? Që apo të milën për në klubin not. A shpirti ma puç fort. O zemër, dëgjoj. Gje ku jam? Je live në Top Albania Radio në këto momente. Ana njeh më. Ku je më? Jam tek Arioni dhe Ariola, të cilët të përshëndesin shumë, të përqafojnë shumë dhe të bëjnë një ftesë publike që ti bashkohesh tu të. Je live, nuk thua dot jo, kështu që. Jo, po thot jo ky. Unë udhtoj shumë pak. Eksakt, do të thosh me fantazinë. Po shkosh, nuk është problem. Fantazi ka mundtuar që kanë qenë 2 vjet unë. Po. Pra. Atëre je i ftuar javës tjetër. Alban ka një pyetje se këta të dy mua më kanë bërë dis. Julka thotë që ka ardhur vetëm për Arionin, ti për kë do vish? Jo, nuk është e vërtetë. Rrisë më masakruat. Mos vër fjalë që nuk i thash unë, se Julka ka ardhur për mua. Jo. Po pse mos të vim ne për juve, joni shumë të mirë. Të vini po si? Shumës. Ju presim. Shumës. Po se ka shumë të falenderoj, të përshëndesim, të morëm për të përshëndetur më shumë. Nëse s'do të vish pastaj e diskutojmë. Ha debat, si varet tani do m'japësh. Po varet është problem valla. Faleminderit, të përshëndesim, përqafojmë. Mila. Ciao Alban. Ta puç fort Milan. Ciao. Julka, po diskutonin pak më parë për vendet që ti ke vizituar. Ne ndalëm tek Mauriciu sepse është një vend pak më i veçantë. Megjithatë ti udhton shumë apo jo? Me shoqet, me familjen. Ka Arioni jo një herë. Mua më duket sikur nuk ka udhtuar shumë, por kur po tentoja të gjeja ca foto. Ke udhëtuar pafund Julka Gramon. Minimumi udhëton 3 herë në vit, minimumi. Plas larg Shqipërit. A edhe më shumë thua? Jo, mirë, po, 3 mesatarisht. Çdo 2-3 muaj udhëton, besoj. Po dëgjoj, unë Romën nuk e quajmë ne, ëh. Po mirë, nëse nuk e quan Romën, nëse nuk e quan Barcelonën, nëse nuk e quan Madridin, i bie që nuk e Ciao vin. pa pastaj. Bileta nga 19 euro mos anë nuk quhen ato. Po si ka bërë mirë me sa lekë argjon. Po unë Triptopi u thon vetëm low cost përveç Ariolës. Udhëtimi më i larg. Çi ke marrë me vete as i vën. Eksakt. Ka një arsye. Vendim e që Mauricius për pak momente. Vendi më i largët që ke shkuar dhe vendi më i largët që do doje të shkoje. Më i largët që kam shkuar, dëgjoj, kam shkuar në Amerikë për një 3-4 ditë. 3 ditë, vetëm 3 ditë në Amerikë. Për një 4 ditë po kam shkuar. Shumë shkova në fakt thjesht sa për të shkel vizën. Edhe përfitova nga rasti që im shoq udhtonte bashkë me Elvanën për ca koncerte. Edhe shkova edhe unë sepse mos ka donte viza dhe duhet ta shkelja sepse thoshin që nuk e rinovonin më. More shihet mirë nga Amerika. Respekt fare. Më duk shumë rëmuj, më duk shumë zhul. Të paktën aty që isha shumë pak, kur shkova në Times Square thash oh my god. Times Square kam parë për filma. Edhe po, ato që kemi parë nëpër filma, shumë njerëz, shumë rëmuj, shumë lëmsh, shumë Ne kemi ngrënë këtu të gjitha, thuaj nuk na bën më çudi gjë.
Na nxorë ëndrrën amerikane nga qefi me Julka. Kam grënë dhe më mirë, por unë isha për një kohë shumë të shkurtër dhe nuk kisha organizuar asgjë vetë, nuk kishte as ndonjë farë organizimi. Gjithçka që shkova ishte një restoran që ishte kështu tentativ për të marrë yje Michelin, një japonez, po nuk është se. Atëherë me çfarë kuptoj nga kjo që thua je një personazh që do të shijosh kulturën e një vendi. Edhe kulinarin. Jo, kulinarin vdesin. Kulinarin, jetën, koktejlet, aperitivët, pra çdo gjë që ka të bëjë. Lokalit i ke qef? Pra, ndërvepron me ta apo je njeri që ri me grupin tënd me mikeshat e tua me këllët tonë? Varet nga gjërat që bëm. Mauritius kemi ndërvepruar shumë, edhe me italian, edhe me vendas. Jo, kudo që shkojmë, sigurisht që flasim, bëjmë, nuk është se ndajmë eksperjenca, po nëse jemi në një vend. Jo, varet nga tipi i njeriu, prandaj të pyes, sepse kam miq. Po që të bëj shoqëri. Jo, eksakt, kam miq të cilët takojnë dikë, bëjnë muhabet, shkëmbejnë numra, takohen me ta. Po e kemi një shok, kur ishim një herë në Francë, u bën shok me kryebashkiakun dhe një qyteze që kishte festën. Vërtet? Po kështu nga Içi? Nga Içi, po, ai është i papar, ai bën muhabet me këto. Po, ai është. Dhe me mbjemër me r. Jo me r. Tjetër. Ai tjetër me a. Po. Edhe ai është shumë një tip social, është i papar. S'është beqar. Jo, nuk është beqar, është i martuar. Jo, është i martuar. Është ai i martuar i buri asaj tjetrës pas asaj gocës, më fal. I papar dhe kur foli dhe me kryebashkiakun dhe erdhi na e prezantoi, nuk kisha fjalë, domethënë. Personazhi më i famshëm që ke takuar në përbot apo që ke rastisur? Qyqa. Jo, qyqën mos e inshallah zot mos e takosh po. Qyqa është i famshëm. Të ka rastisur jo? Kemi parë Mr. Beanin që ishte shumë i pa edukat, se një shoku im i kërkoi që të bënte një foto se ai kishte qef çuni vet dhe nuk pranoi. Më duket se kemi parë Christina Milian. Prit mos e çka kemi parë tjetër. Kur ishim tani në Madrid me gocat pam një influencer spanjolle që është very nice, Paula Ordovar, si e ka. E gjetëm ndërkohë që po ecte me të shoqin. Pra Julka Gramo shkon dhe kërkon foto? Nuk kërkuam foto, sepse nuk donim që ta vinim në siklet, ajo sa kishte dal nga... Do ta bëje për një personazh që ke shumë qejf të shkojë dhe të thotë lutem bëj një foto bashkë? Po patjetër që do ta kisha bërë. Unë e bëj në mënyrë të vazhdueshme dhe kur vin personazhe këtu që janë për koncerte, në për gjëra, patjetër që do ta kërkoja. Unë për shembull kur ishim tani në Madrid me vajzat, unë pash për herë të parë një flamenco show. Më duket se kishte sjellë një video, mos u gabofsh, është shumë e bukur. Të jashtëzakonshme, pra e kam. Nuk ma merr të mendja që duke parë flamenco unë mund të qaja. Edhe unë njëjtën ndjesi kam pas, edhe unë shumë. Më shkonte çdo hap, çdo instrumentist. Sepse përcjellin dhe me emocione ata. Më shkonte në zemër, më shkonte në shpirt dhe unë ç'a bëra, shkova. I fola DJ-t me atë spanjishtën time, ola, po u mora vesh, i thash unë, kush është menaxheri këtu? Unë dua të takoj artistët, sepse na kanë dhënë një shfaqje të mrekullueshme. Shkova e gjeta, prita. Çfarë 500? Tash do jepja 500 çao. Fal, atë e vin lek në koncert. Jo. Është vetëm dacma i dhënë. Edhe prita, takova artistën se të gjithë nuk i nxorrëm jashtë, tash s'kishte kuptim, bëheshin gati për shfaqjen tjetër, doli artistja, e takova, e komplimentova, edhe i thash, jemi nga Shqipëria, kemi ardhur vetëm për ty, këtu e mashtrova pak, sepse unë nuk e dija ku do shkoja, por ishte mrekullueshme. Mashtron artistët ndërkombëtar Julka Gramo. Por ishte mrekullueshme. Domethënë, një eksperiencë jashtëzakonshme dhe kushdo që ka një ustim, le të themi, në Spanjë, në Madrid, duhet patjetër është një mas. Shumë e vërtetë. Një shfaqje flamenco sepse është me vërtet një eksperiencë. A veçon Spanjën si një vend shumë të preferuar për ty? Mbaje përgjigjen sepse do të shkojmë në këtë moment në një shkëputje, rikthehemi pas pak gjithmonë me Julkën. Gjithmonë në Top Albania Radio, gjithmonë në kanalin 10, nëse jeni duke na ndjekur nga ekrani në këtë moment apo nëpërmjet aplikacionit Arioni, Julka dhe Ariola. Ja, mund të kemë Arion si dushë, se ja ku është dera. Për të jo mori të shqetresh fantastike. Kemi shumë energji të mirë. Kemi energji të mirë fare. Julka, s'mund të jem një zëvendësuese. Jo, s'ke qenë dhe nuk do të shku. Të dyja ju keni një vend shumë. Ua, Julka, me vërtet ke zëvendësuar ndonjëherë në ndonjë program, ndonjë prezantuese? Keni një vend shumë të mirë në zemrën time, kaq se ishte me rëndësi kjo. Faleminderit shumë. Përshëndesim Marion Rusin. Përshëndesim Marion Rusin.
Çe kishim javën e kaluar. Çe kishim javën e kaluar. Tani Edhe the të njëjtën shprehje. The të njëjtën shprehje kur ishte Eriona këtu. Ju kam të dyja në zemër. Po atë e kam, patjetër. Nuk ju ndaj. Nuk arrit dot ju ndaj, prandaj ju kam bërë të gjithave bashkë. Çfarë po thoje? Më duket se të thoje diçka. Jo, do falenderoja një tjetër sponsor të rëndësishëm për ne, është restorant Kalaja e Prezës, fare pranë Tiranës, ju ofron shijen autentike shqiptare të ndërthurur me histori dhe peizazhe unike. Nëse kërkoni cilësi dhe qetësi për ju dhe familjen tuaj, kjo është zgjedhja dhe destinacioni i duhur, pra bar, restorant, se ka dhe lokal kështu mund të pish dhe kafe, Kalaja e Prezës. Nuk dim gjë s'na ke çuar. Do të çojmë. Eksakt. Do të çojmë. Do të çojmë edhe stafin, edhe çunat, edhe gocat, Kur do do të na çojmë. çosh do themi. Po në fakt kur do udhtosh ti Julka? Kur do udhtoj unë? Po, next destination, me qenë se. Atëherë, next destination, unë jam duke parë që të bëj diçka me djemt në këto ditët e pushimeve që kanë. Po, sa mirë. Po mendoj ndoshta Amsterdamin, sepse nuk kam qenë asnjëherë në Amsterdam. Po i çon djem të testojnë jetën. Po, ato të madhin, ose do shkoj mami të shoj tulipanët, po do shoj me bëj, po do kisha dashur që të lëvizja, pastaj në verë kemi një dy lëvizje me djen ti ketë më dhenjë për ata që se din. Me shoqërinë, kemi një fundjavë me shoqërinë dhe do të shohim dy artistë që ne kemi shumë qejf, është një festival jazzi që bëhet në Modena. Edhe pastaj do shkojmë të shohim Stingun në fund të korrikut pas 2 javësh, nuk e di se e kapëm kështu me koncerte. Po bëj plotësime, edhe më mirë. Pastaj do të shohim po Stingun në fund. Që është ende gjallë. Është gjallë dhe është i mrekullueshëm dhe duhet parë patjetër të paktën një herë. Gjithsesi unë e nisa në fakt një pyetje, po duhet shkonim për publicitet edhe kuptueshme ishte kush është destinacioni jot i preferuar deri më tani? Destinacioni im i preferuar. Domethënë se fole shumë për Spanjën dhe me shumë pasion. Po Spanja më pëlqen shumë mua. Ka njëri që nuk i pëlqen Spanja? Spanja më pëlqen shumë, Italia më pëlqen shumë. Nuk të pëlqen Spanja? Ula të dorë. S'kam qenë ndonjëherë, jo se s'më pëlqen. Seriozisht, mos ja fut kot. Ti nuk e qenë asnjëherë? Jo, s'kam qenë. Po po priste trip topin. Ja, nuk më ka. Nuk e di, mua Spanja gjithmonë më ka pëlqyer. Edhe mua më ka Ndoshta ka pëlqyer një arsye. Unë kam pëlqyer Paso Doble për shkakun. Bën kjo Po, sens, po kam pëlqyer tamam, Paso okay. Doble. Ja afruar në kulturën e tyre, po. Por ndoshta unë kam këtë dashuri edhe nga shoqëria ime e ngushtë. Tacos nuk janë spanjoll. Po si quhen ato pjatat e vogla? Tapas. Kam brenda tapas. Okej. Po ka dhe shumë gjëra të tjera për të ngrënë. Ato të shtrenjta që janë ju nuk i ha dot. Jo, se Spanja, tani nuk po flasim për restorant, po edhe restorantet me yje Michelin nuk i ka aq të shtrenjta në këmbim të. Sa është restoranti më i shtrenjtë që ke paguar Michelin? Ore Titanet që janë do. Ka një shifër. Sos kam info për Michelin, po unë jam për veten tim, unë s'maj mund sa kam paguar në për këto restorante. Se ti vetëm për Michelin? Jo, sikur s'ka qenë shumë shtrenjta. Eksperiencë. Më shtrenjtë që ke bërë në restorantet Michelin. O zot, nuk tash. A mund tani se unë i di çmimet, unë i di. Varet se çfarë është çfarë konsideron shtrenjtë? McDonald's. Ata yjet Michelin janë yjet të cilat eksperjenca, pra janë eksperiencat që ti duhet të jetosh. Fuqit, pra bën kursime që ta përjetosh atë si eksperiencë, pra dhe ushqimi është si udhëtimi. Pra ti kursen për të udhëtuar nëse si e pasanik. Sa shpenzohet në një restorant të mirë me yje Michelin? Varet nga restoranti ku shkon, varet në çfarë vendi shkon. Ne kemi qenë në Kopenhagen për shembull, në një restorant që ka qenë. Po më rrotullohesh, mos më thua sa le kushton një drek apo një darkë shtrenjtë. Varet Arion se çfarë zgjedh, me sa pjata e zgjedh, nëse e zgjedh me informacion për ata që po na ndjekin se ndoshta s'kan qenë. Sa varion atëre, jo sa ke paguar, sa varion? Po varet nga 200 deri në 500 për një darkë apo për një personi apo gjithë grupi? Po si gjithë grupi. 5 veta, 5x5, 25, 2500 euro darka? O zotë madh. Po sa e ke rrogën Julka? Ja, s'ka bën nuk ka gjithë. Jo, po ti na thuaj dhe rrogën tani. Varet se ku shkon edhe varet se ku shkon çfarë kërkon. Un kam eksperiencën në Maltë. Vendi me yjet Michelin më të lirë në jetën time ka qenë Azia, Bangkoku. Por edhe Malta për shembull kishte restorante me 70 euro eksperiencë Michelin. Pra me yje Michelin kishte 2-3 gota vere, 3-4 pjatanca, 3-4 pjatanca dhe e quanin tip trip në Malta, një gjë e tillë. Po, kështu që këto që tha Julka ishin më shumë edhe për tu argëtuar e për tu dëgjuar disa shifra, po Michelin domethënë duhet mos e shtrenjtë. Nazi kishte noodles me yje Michelin dhe i pagoje 12 euro, 13 euro. Po pra se më pyetet për gjëra më të shtrenjta. Po jam për ta hiperbolizuar pak situatën. Po mos u trëmni se ka domethënë, edhe me 150 dhe me 200
pra varet se çfarë do, varet se ku shkon, varet çfarë restoranti shkon, çfarë. Ti në fakt çfarë udhëtare je? Po. Ti çfarë udhëtare je? Je udhëtare aventurave, je e eksperiencave, le të themi, të çuditshme apo je më shumë ke komforti, kreatia? Unë jam e të gjithave. Okej. Pra nëse u thon me ne, adaptohesh. Unë adaptohem, pra kam një pjesë të shoqërisë, kam me vrapi kanë ndej hajde këtej të shohim këtë, pra që të marrim maksimumin e vendeve ku shkojmë, ashtu sikurse mund të bashkohem me pjesën tjetër të grupit që thjesht mund të vimë vërdall nëpër qytet, të pimë një gotë verë apo të pimë një gotë prosecco dhe të shijojmë atë jetën e qytetit, të shkojmë aty këtu pa ndonjë plan specifik. Pra unë jam e kënaqur dhe egzaltohem në të dyja mënyrat. Kërkesa minimale që ke kur udhëton, për shembull, unë po ta bëj këtë pyetje sepse je një low cost traveler. Jo, do ta shpjegoj pse e bëj si pyetje. Për shembull, kur udhëtoj me Frensin, me motrën, kërkesa e Frensit është tualeti i madh dhe shumë i rregullt nëpër hoteleri. Që do thotë për Frensin nuk shef dhomën, nuk shef krevati, nuk shef asgjë përveç se tualet. Pra do higjienën e do maksimale. Ti si je? Un kam fjetur 3 burra në një dhomë, për shembull, kështu kapi. Jo, tani nëse uston në verë, të paktën të ketë kondicioner. Okay, kërkesa minimale është kondicioner. Kërkesa minimale. Shiko, po të bësh çadër, kam përshtypjen që aty kondicioner, domethënë në deri në orë të para të mëngjesit është pleviti, të flesh në çadër dhe kur del dielli është plasje. Domethënë nuk është Julka Gramo aty. Do e provoje ndonjëherë? Jo. Kampingu? Jo, po. Jo. Ndoshta po të ishte i sigurt që nuk do vinte në jeri, nuk do vinte në i gjerë, nuk do vinte në i vel për në i ujk. Ndoshta. E the dhe fjallën? E thash edhe fjallën. Pas ke kaluar si... Se ke fobi? Ke fobi? Për? Nuk e thot. Për gjerprin, nga gjerprin. Bravo, 5 vite nuk kam arritur dot ta shqiptoj atë emër, tani bie pas ka punuar me veten. Bravo, e ka superuar. Jo, nuk e kam superuar se është një first step. Jo, as step. emri nuk i thoshte dot. Po, as emri nuk e thoja dot edhe shpërceja shumë në të qara. Okej. Është kjo një arsye pse kampingu jo apo thjesht sepse ty të pëlqen ti je më në kushte të tjera? Jo, kampingu do pëlqente shumë se do kishim gjithë yjet. Pra jo me një yje Michelin, po me shumë yje, po. Shumë yje. Nëse do ishim një grup i mirë, patjetër që po. Kemi provuar që të qëndrojmë jashtë deri vonë, po pastaj me vudër në dhomë. Okej. Pra, nëse do ishte për ty do ishte një kamping në çatinë e një hoteli luksoz. Ose mund të ishte një kamping që i kishte të gjitha kushtet brenda dhe ishte e sigurt. Okej, dhe kjo është jo në mes të xhunglës. Në mes të xhunglës. Siç është Tirana, siç është Shqipëria në një farfor me xhungël, po Julka Gramo ja ka dalë më së miri të jo vetëm të mbijetoj, po dhe të ketë sukseset më të mëdha që mund t'i marrësh ti qyteti. Julka ishte një bisedë shumë e bukur, do doja shumë që të zgjaste edhe më shumë, totërisht. Faleminderit shumë. Po morim, po s'kemi kontra. Jemi me Afro Papautë, është bërë shumë virale si këngë, kështu që ne do ta sjellim meqense në Afrikë ndejëm në këtë bisedë. Julka, faleminderit shumë, suksese në nesër, se nesër që mëngjes je në punë. Po sigurisht. Kështu që zemra për ty dhe shumë faleminderit që ishe. Ndiqeni Julkën dhe me këtë rast i themi Julkës që duam shumë, gëzuar 8 marsin. Faleminderit shumë. Shihemi pas pak.